të iranianëve dhe për hir të botës së lirë. Profesor, sa afër ose sa larg ishini ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë konflikt? U fol shumë që mbrëm mund kishte një vendim, por sërish Trump është i dyzuar asëndes tej. Për Izraelin, çfarë do të thotë përfshirja e Amerikës të konflikt? The abilities of the American army Kapacitetet e ushtrisë amerikane janë shumë më të mëdha se ato të ushtrisë izraelite. Amerika është një vend i madh, ndërsa ne jemi një vend i vogël. Nëse ata do të vendosin të përfshihen në konflikt, kjo do të shënojë fundin e Iranit dhe sidomos të programit bërthamor, sepse ka vende të cilat ne nuk mund t'i bombardojmë pasi nuk kemi armatimet e duhura, ndërsa Amerika i ka për të depërtuar nën tokë ku ndodhen dhe reaktorët bërthamor. Ndaj mendoj se Amerikanët do të kenë dy opsione. Nëse ata do të vendosin se asetet e tyre në lindjen e mesme kërcënohen, apo ata në asetet në Katar, në Turqi apo vende të tjera, ata do të përfshihen, ose nëse presidenti Trump që ka sugjeruar arritjen në një marrëveshje e kupton që Irani ndodhet në një pozitë më të dobët dhe kërkesat e tij po vijnë nga një situatë më e dobët, ai po sugjeron atyre që të bëjnë një marrëveshje dhe mendoj se regjimi iranian duhet të mendohet mirë 2, 3 apo 4 herë përpara se t'i shkaktoj vetes dëmet që ushtria amerikane do t'u shkaktoj. Edhe francezët janë me ne në këtë konflikt, Gjermania, Britanikët, madje edhe vendet arabe kërkojnë rrëzimin e regjimit iranian, sepse edhe ata kërcënohen. Sauditët po na ndihmojnë në përpjekjet tona për të rrëzuar raketat që janë qelluar nga Irani në Izrael. Amerika ofron një siguri më të madhe dhe nëse konsideron se Irani do të bëhet një kërcënim serioz, atëherë do të veprojë. Ndërkohë, po roli i Rusisë, profesor, kjo është pyetja e fundit se do i lë të lirë. Roli i Rusisë dhe e Kinës në këtë konflikt, si e shihni? Mund të them se Kina vazhdon të mbështesë Iranin për shkak të naftës që marrin prej tyre me çmim të ulët, por me sa kam kuptuar, në aspektin geopolitik, Rusia nuk dëshiron që të përfshihet, të paktën ende jo, pasi do të kishte një kosto të madhe për Rusinë nëse në konflikt futeshin edhe Shtetet e Bashkuara, pasi kjo do të sillte një luftë më të madhe që askush nuk e dëshiron.
now after the proxies they were shut down like the Hezbollah and Kështu, Hamas pas and mposhtjes së Hezbollahut now dhe the Hamasit, is in a weak position. regjimi iranian është në një pozitë shumë të dobët. Countries Vendet e forta po përpiqen, kërkojnë të bëhen pjesë në mbështetjen për ne. The strong powers, the strong countries are very cautious. Pasi janë të vetëdijshme për rrezikun që përbën Irani. Ndaj, the Russians mund të them që rusët po tërhiqen nga mbështetja për Iranin, ndërsa kinezët nuk dëshirojnë të rrezikojnë marrëdhëniet me Perëndimin duke mbështetur një vend që tashmë është i mundur. Kjo është një lloj politike. Të fortët qëndrojnë me të fortët, ndërsa të dobtit me të dobtit. Kjo është situata aktualisht dhe për mendimin tim Irani ndodhet në vështirësi. Profesor, shumë faleminderit për kohën tuaj dhe për komentet tuaj. Uroj të jeni të sigurt dhe uroj shumë që gjithë ky konflikt përfundojë sa më shpejt, sepse e kam thënë gjithmonë, nuk kanë asnjë faj qytetarët as të Iranit, as të Izraelit, as një vendin botë ku liderët e tyre, detyruesit e tyre politik çmenden. Faleminderit shumë. Faleminderit.